Në Fakultetin Ekonomik, Universiteti Vlorës Ismail Qemali ka arritur të fitojë 2 projekte me rëndësi të veçantë dhe konkretisht projektin Jean Monnet, të financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit Erasmus+ dhe projektin e financuar nga Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacion, Ekonomia e Gjelbër dhe Blu në Shqipëri, krijimi i vendeve të punës të gjelbërta dhe qëndrueshmëria e burimeve natyrore në turizëm dhe peshkim. Sipas koordinatores së këtyre 2 projekteve, pedagoges pranë Fakultetit të Ekonomisë, Emi Malaj, për Universitetin e Vlorës këto projekte janë një mundësi për të rritur cilësinë e mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, për të zgjeruar bashkëpunimet ndërkombëtare dhe për të fuqizuar rolin e universitetit si një qendër ekselencë akademike dhe shkencore. Është një privilegj i madh për Fakultetin e Ekonomisë, i cili ka fituar projekte me financim ndërkombëtar, me financim të huaj Jean Monnet në kuadër të programeve Erasmus+ dhe 3 projekte tjera të fituara së fundmi nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, nga Departamenti i Ekonomiksit dhe një nga Departamenti i Financës. Për mua, aq më tepër është një privilegj dhe një përgjegjësi e madhe të jem koordinatore e 2 projekteve me rëndësi të veçantë për Universitetin e Vlorës, njëri i cili është Jean Monnet, të cilin e përmenda më sipër, i financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të programeve Erasmus+, dhe projektin e financuar nga Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacion, pra nga Akshi, i financuar dhe i mbështetur plotësisht nga Ministria e Arsimit. Projekti i dytë është i sapo fituar, ka të bëjë me zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit dhe peshkimit dhe nxitjen e ekonomisë së gjelbër dhe blu, sidomos për qarkun e Vlorës, por për gjithë Shqipërinë në tërësi. Unë i shoh këto 2 projekte si plotësues të njëri tjetrit. Jean Monnet promovon njohjen e politikave dhe vlerave të Bashkimit Evropian, ndërsa projekti i Akshit fokusohet në kërkimin shkencor dhe në gjetjen e zgjidhjeve konkrete për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm në Shqipëri. Por çfarë sjellin këto projekte për Universitetin Ismail Qemali? Për Universitetin e Vlorës këto projekte janë një mundësi për të rritur cilësinë e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, për të zgjeruar bashkëpunimet midis politikbërësve, institucioneve, studentëve, pedagogëve dhe kërkuesve akademik. Studentët dhe stafi akademik do të përfshihen në seminare, në leksione të hapura, në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, në tyreza të rrëmullakta me politikbërës, me institucione, me përfaqësues të pushtetit vendor, për të krijuar dhe për të zbatuar dhe për të arritur të krijohen politikat e duhura ekonomike për një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Mëtej Malaj thekson se projekti Ekonomia e Gjelbër dhe Blu në Shqipëri ka një rëndësi të veçantë edhe për rajonin e Vlorës, ndërsa projekti Jean Monnet ndihmon në krijimin e një kulture më të gjerë europiane brenda universitetit. Projekti Ekonomia e Gjelbër dhe Blu në Shqipëri ka një rëndësi të veçantë edhe për rajonin e Vlorës, duke qenë se Vlora është një qytet bregdetar me potencial të jashtëzakonshëm në turizëm dhe në peshkim. Studimi i modeleve të ekonomisë së gjelbër dhe blu është thelbësor për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Përmes këtij projekti, synojmë të analizojmë mënyrat se si mund të krijohen vende të reja pune të gjelbërta, të mbrohen burimet natyrore dhe të promovohen praktika të qëndrueshme në sektorët që përbëjnë shtyllat kryesore të ekonomisë lokale. Nga ana tjetër, projektin Jean Monnet e shikoj si një arritje të madhe për Universitetin e Vlorës dhe sidomos për Fakultetin e Ekonomisë, pasi është një projekt që ka qenë përherë fokusi i Bashkimit Evropian, pasi ai nxit rritjen e cilësisë në mësimdhënie, ndërgjegjësimin e gjithë komunitetit dhe qytetarëve dhe aq më tepër studentëve mbi procesin e integrimit evropian, i cili është një proces sa sfidues, aq edhe i bukur, aq edhe i rëndësishëm për periudhën në të cilën ndodhet Shqipëria dhe nëse fillon nga arsimi, besoj se është rruga e duhur për të arritur për të integruar në Bashkimin Evropian. Studentët gjatë gjithë kohës me implementimin e këtij projekti në Universitetin e Vlorës do të kenë mundësi të ulen në tyreza të rrëmbullakta me politikbërës dhe me aktorët e pushtetit vendor. Duke folur patjetër për fushën e zhvillimit të qëndrueshëm, mbrojtjes së mjedisit, ekonomisë blu, duke i lidhur njohuri teorike me sfidat reale të vendit tonë. Rezultatet e këtyre projekteve nuk do t'i shërbejnë vetëm botës akademike, por edhe institucioneve publike, bizneseve, sektorit të turizmit, peshkimit dhe i gjithë komunitetit. Objektivi i Fakultetit të Ekonomisë dhe Universitetit të Vlorës është që kërkimi shkencor të kthehet në politika, rekomandime dhe zgjidhje konkrete që ndikojnë në zhvillimin ekonomik, mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Ky është vizioni i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, një universitet i hapur, inovativ, i lidhur me Evropën dhe me komunitetin, ku dia, kërkimi shkencor dhe inovacioni shndrohen në motor të zhvillimit të qëndrueshëm.